Një ditë pas rastit të sëmundjes së bagëtive në fshatin Domën të njësisë administrative të Posribës, një tjetër rast është regjistruar këtë herë në fshatin Trush, po në bashkinë e Shkodrës. Fermeri Lush Ndoci thotë se i kanë ngordhur disa bagëti, por askush përtej sinjalizimeve nuk ka shkuar për të marrë mostrat analizave që nxjerrin shkakun. Ja 7 pohje. Nuk kemi sigurt. Edhe i cofën është aty. 8 janë bë. Na më kanë thonë nga virusi. Virusi, si njerëzve. Kur s'gjen me bo analiza, kur s'gjen me po, vetë virus, shko bleja si gjilfona 10.000 lek, 5.000 lek, shko mërë veterinorin me e bo e i dënë edhe 10.000 lek. Da s'di ka me shku më kështu, nuk shohim për krisht me mu shenjën. Fermeri thotë se sëmundja është të përhapur në të gjithë zonën, edhe në ferma të tjera. Mas më kopë më rëmjen të rejnë se ma kanë bo një sënë alo që ju se më ka pa kopë bërseloza. As pastrim bëhet, as i dhejmë i kemi, as i dhejmë dhimet. Iter, së baktit ka në cofty? Nga ngordhja e bagëtive janë shkaktuar dëme ekonomike në fermën e kësaj familje.